Në stadiumin Loro Boriçi ka startuar kampionati botëror i atletikës për veteran, pjesë e turit prestigjioz EMA League, ku marrin pjesë rreth 400 atlet nga 40 shtete të botës. Aktiviteti ka sjellë në Shkodër sportisme përvojë dhe emra të njohur të atletikës Masters, ndërsa pritshmëritë janë të larta dhe përthyrje rekordesh botërore gjatë garave. Është kohë e mrekullueshme. Pista e mrekullueshme është një pistë gati për, domethënë e gatshme për sprinter dhe janë atletë më të mirë që marrin pjesë. Kemi disa kampion bote që marrin pjesë në këtë. Paraqitet Shqipëria me një grup modest atletësh, megjithatë janë mirë. Rreth 30 atletë. Sipas Bektashit, aktivitetet të tilla ndikojnë drejt për drejt edhe në zhvillimin e turizmit sportiv, pasi sjellin në Shkodër atlet, trajner dhe vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Ky vendimet i shërben shumë sepse bashkë me sportistët vinë dhe shumë familjar. Është provuar që bashkë me një atlet, mesatari është 2.5 familjar që vinë dhe i shërben shumë turizmit. Hotelet, restorantet janë plot dhe të ardhurat shkojnë për familjarët, për hotelet, për bashkinë, për shtetin shqiptar. Kjo është hera e tretë që një aktivitet i kësaj natyre zhvillohet në Shqipëri, ndërsa këtë vit pjesëmarrja konsiderohet ndër më të lartat me sportistë nga Europa dhe vende të tjera të botës që do të garojnë në disiplinat e atletikës.